Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskovski është kundër ndryshimeve kushtetuese, pa marrë garanci nga Bashkimi Evropian se nuk do të kërkojnë të tjera ndryshime. Pas bisedimeve me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Meskovski tha se shumë mirë e di se përfshirja e bullgarëve në preambull është kusht për hapjen e negociatave. Derisa emën kryeministri, ndryshimet kushtetuese nuk do të bëhen pa përmbushjen e detyrimeve nga fqinji lindor dhe garanci konkrete nga Bashkimi Evropian, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Sipas Meskovskit, qeveria e drejtuar prej tij kërkon respekt të vazhdueshëm për të drejtën ndërkombëtare dhe fqinji lindor gjithashtu ka detyrime dhe ne duam dhe garanci. Fillon vaksinimi i popullatës kundër gripit sezonal në Maqedoninë e Veriut. Në mbar vendin janë hapur 35 pika vaksinimi, prej të cilave 5 janë në Shkup. Deri më sot, 43.000 qytetarë janë paraqitur përmes aplikacionit online të ofruar nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa mundësia për paraqitje mbetet e hapur. Interesi i qytetarëve që deri tani janë paraqitur për vaksinën kundër gripit sezonal është i madh. Jam i kënaqur me interesimin e treguar dhe dua të rikujtoj se mundësia për paraqitje është ende hapur përmes aplikacionit ose përmes mjekut familjes, deklaroi ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut. Këtë vit ministria ka siguruar 80.000 doza vaksinash 4 valente. Vaksinimi i falas përfshin personat mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, punojësit shëndetësor, gratë shtatzëna dhe fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeç, si dhe personat që qëndrojnë në institucionet e kujdesit social për të moshuarit dhe punësuarit në këto institucione. Rajoni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kërkon nga Shqipëria përmbushjen e detyrave të shtëpisë për çështjen e integrimit. Silvio Gonzato nënvizoi SB inkurajon proces gjithëpërfshirës për reformën zgjedhore. Duke referuar digitalizimit të proceseve zgjedhore, Gonzato kërkoi të fuqizohet transparenca, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian mbështet KQZ në këtë proces. Digitalizimi sjell dhe mundësi për manipulim. BE është rregullatore për transparencë dhe reklamat politike. Së shpejti do të ngrihet komisioni për reformën zgjedhore, tha përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Këshilli i Ministrave mbron përpara gjykatës kushtetuese kërkesën për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Në dokumentin që Këshilli i Ministrave dërgoi në kushtetuese thuhet se qeveria ka zbatuar vetëm një akt formal pasi shkarkimi i Erion Veliajt është iniciuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës për shkak se Veliaj nuk u paraqit 3 muaj në detyrë dhe për shkak të masës së arrestit me burg që prej datës 10 shkurt. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka konstatuar se mosparaqitja në detyrë në rrethanat e sipërcituara dhe për një periudhë më të gjatë se 3 muaj përbën shkak ligjor për të propozuar shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit Bajram Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. Më 31 tetor, gjykata do të mbajë seancën e parë publike për të shqyrtuar shkarkimin nga detyrat e Erion Veliajt nga qeveria me propozim të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori sapo emëruar gjerman në Prishtinë, Ranier Rudolf, është shprehur optimist se Kosova shumë shpejt do të formojë qeverinë e re. Diplomati gjerman ritheksoi mbështetjen ndaj synimeve europiane të Kosovës si dhe integrimin e saj ndërkombëtar. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është një prioritet absolut për ministrin e jashtëm gjerman, Johan Radeful. Për secilin prej nesh në Europë, hapi i parë drejt integrimit evropian është forcimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit rajonal me fqinjit tanë përkatës, nënvizoi ambasadori i sapo emëruar gjerman në Prishtinë, Ranier Rudolf. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.